Dhe në shkollë fillore diku nuk e kom di që s'kam në. Qash mirë nga ka kështë. Këta janë fëmijë të mirë, kur fjollë të keqe pe i tyne s'kam. Ata kanë këthy sot, atë të mirë që ju ki boti kur i ki këqyrë të vogël. Apo mundën me të këshyrë që ti na ke këshyrë neve? Ty be po mirë, faleminderit pe i tyne se mirë bëllë. Nehat, që shukon familja jote Nehat, se pak është histori prekse ta thamë edhe pak emocionus. Përshëndetje miqtë të dashur të Kosova Infos, jem në familjen e Nehat Ahmetit. Nehati nuk është i panjohur për gjithë ju, sepse në storin të cilën e ka realizuar në Prishtinë, ka bërë bujt madhe me miliona klikime në rrëfimin e tij të cilën na ka thënë. Ndërsa ne sot kemi ardhur në shtëpinë e tij, ku do të bashkëbisedojmë edhe me Inxhën, siç e quajnë të gjithë, nëse s'ka njërkën e Nehatit, dhe do të flasim përgjithësi për gjithë ato rrëfime që i ka dhënë shkurtimisht Nehati. Sot do t'i diskutojmë bashkarisht dhe do të shohim një histori jashtëzakonisht interesante, ku besoj se në Kosovë kemi shumë raste të tilla ku historia e Nehatit i ka prekur shumë. Atëherë faleminderit shumë që na pranuat. Kështu që Inxhe, faleminderit që na pranuat si musafir në shtëpinë e juaj. Atëherë Nehat, kemi bashkëbisedu me gazetarin tonë në shesh rreth historisë sate. Shkurtimisht, pastaj do të him edhe në detaje kështu, çka ndodhi në atë intervistë, kështu që njerëzit ta kujtojnë edhe ta dinë se për çka po flasim. Si ndodhi? Me tregu qysh ka qenë me një shoktimin shkum për me hangër drejk në Prishtinë, edhe rastisht i posh ishin konë ata diabetit që matin sheqerin. Unë nisa me matë sheqerin dhe u takova në kolegun e jo duke interesant me këtë shallën që e maj, edhe më nallit ta një intervist, tha shos fulli, unë tha vesh një, tha shka, tha soher i lanë një aftë flakt, tha shumë ka lënë me muj, me vjetë si laj flakt, edhe jeka unë po qelë, se unë jeku flakt, e ju dok interesant. Mirë po ta unë i tregova ati që më ka pëlqy një interviste tina, në gjari ati që kështin me nanën e ti kur ka lindë. Aja dhe i kesh mejtë në komë, për më duket, rrath, rëzdi Sovjet. Ati kolegot jo. Më tha se sigurisht ke pos në një gjari interesant edhe ti kështë që tuk s'ka prejkë. Thash po, se kom nashta interesant, është po për mu është interesant, thash se kër i kum pos 8 muj, mu ka vdek nana. Thash edhe martu baba, kem Inxhen Mjerken, që është me neve kështu me rritëm edhe ajo ke qa bisedum edhe kom kanë thirë shumë më kanë thirë, tash me tregu ma detalë me Nehat Ahmeti, vipi fshatit Smërkonis Komuna e Vushtrës, këtët jam 8 vjetë, Inxhen e ka në Nilgja Sherife e ka anin, është e fshatit Lëbëvet Skenderajt, dhe më honë Drejnicës. Kjo nga ka këshyrë, nga ka gjithë 5.000 neve dëvegjel, mu dhe më honë i vjeqë, i kena pasë dhe pleqë gjyshin, me dhe gjyshin. Mundet me nga kalëzu Inxhe, diçka pak ma shumë. Go Inxhe. Inxhe, apo nga kalëzën pak, që shukon jeta jote, si e re, kur o martove, kur edhe këto fëmija vogël, qysh ka qenë jetë, apo nga kalëzën pak si historin pak? Fëmija të vogël Allahjve që kum këshyrë si me i posë zemrës, i kum dashte, më kanë dashtë fëmija, mirë me ta bëllë. Sa vjeti ki pas kur ki ardhë këtu? Nëse të kujto, nëse s'kujtot mosha, po qysh e ki kalu me fmi? Qysh e ki kalu shemon me vjerri, qysh ka qenë? Qysh e ki kalu me Babai mirë, me fmi, i kum dasht shumë, më kanë dashte, mirë bëllë me ta. S'kum pritëft për ta kur
me me i këqyre. I kum dasht shumë, kanë dasht fëmija. Këta janë fëmi të mirë, kur fjollë të keqe pe i tyne s'kam. Ata kanë këthy sot, atë të mirë që ju ki boti kur i ki këqyrë të vogël. Apo mundën me të këshyrë që ti na ke këshyrë neve? Ty be po mirë, faleminderit pe i tyne se mirë bëllë. Kë ma i mirë s'ti që shme konë mo. Po vallahi. Nehat, kështu si... Na qësi ka me ta që me thonë, milnojnë kur heq, këqyrin faleminderit pe i tyne. Shumë. I duhem dojnë bëllë. Ne hoti ma shumë. Vallaj ne hati e të tonë. Po. Vallaj. Nehat, që shokon familja jote, Nehat, se pak është histori prekse ta thamë edhe pak emocionuse, po shqitë dhe kështu, pe kuptoj sa dhe që po të kaze drefet në po që dhe tupi, po ta është dëbot nonë. Nona në fakt ka shku, po një nonë e re. Po. Edhe i rriti me atë ndjenjen e nonës. Qysh ka qenë familja jote? Mirë, shumë. Dhe në shkollë, fillore diku nuk e këmë ditë që s'kam nonë. Po. Qash mirë nga ka kështë. Kur e kuptove? S'po më kujtove në shkollë. Dëmas? Për e kuptova mirë këmë pritë shumë. Pa tjetër s'na, është rast që në Kosovë, realisht ashtë dhe në fillim të emisionit, kemi shumë raste tila. Por ky rast, dhe në thot, është rast që ja vlen, do shta edhe një shembull i mirë dhe për shumë të tjerët, sepse në moshën që ke qenë ti 8 mujsh, kur të ka vdek nana, dhe në thot nuk... S'kam shijet nanë, Auton. nanë ka e që ingjen. Po sot shemull, sot është një situatë ndryshe, sot ki një jetë, keni ju një jetë, edhe për ja këthen kësaj nanet famashton ingje që të ka rritë. Unë vesh mund me të kalzu që kam ingjen një jetë, e dim që kem që të kem nanë biologike, po mundet me kom shumë e mirë se nana. Është në e mirë se nana, e mundet po është. Kena pas fati na që na ka ordin gjë dhe ju mu për dhe fëmit e vllaznive dhe fëmit e mi ingje ka këshu hala. Ka ndodhën me fëmin e mi pa lufte se fëmin e madhe kam 93-ën edhe tjetër 95-ën që na shta neves të risë nga ka dollë gjumi se këna një fëmin, kjo ordë nga ka morë sëbe dhe ka këshys nga ka bozo. Unë këmë thonë në këft, dikun një me lasë është ingja, që zlinë këtë dres me guj me përmenë kërë heqë. Vesh Allah e shala e këtën të mija, se na nuk më një dalëm hakësh, është ata jam i bindën 100% që na nuk më një dalëm hakësh, a ka bo kjo për neve. Sa e fëmijën e vetë, nësë për mundë me këshyrë që është dhëtë, se kena ka pos 5 fëmijë të unë, plus edhe këtë fëmijë jemi gjallave, po fëmijat e Allahut nuk mundë me i harrua Zotin, së mundë me i harruna që është në atë kohën e kena pos kushtet mirë, me ujë me anan, dhe më honë, nashtë anë i kumë pos 4-5 vjetë, kërë kumë bëhet, më kujtohet në gjarja, kërë kena po ujë në fshatë më anan. Ja kam të cua dhe kushtet, po si ka tuni këtë njëherë që shukon, me vjerri, me neve, me të smu, me bashkallak, me mogje, nuk kom me ditë që nuk na ka njësë me bukët në zërë. Nuk kom me ditë që s'kena pitë qumështin, ke vlej, ke na hëdis, ke mirë në natën, e kur qeshën me nëgjesë gjysë akon mazë. Cilat kanë qenë ato sfidat më të mlojat të femirisë dhe pse në femiri njeri, a nuk të kujtohet kur e kuptove që s'ki pas non, po ndërkohë kur fillove ta kuptosh jetën, ta kuptosh nana tjetër kush, nana biologjika tjetër kush.
nuk u mujt me dalu, nashta se s'm ka ro më 9 mu heq, 8 mush nuk dihet heq, edhe s'm ka ro fakt me dalu në Ingjen me do për 9, nuk e di që do për 9. E di që 9 është emni i madh, e s'm ka ro me thirr kur, po nuk muj me do Ingjen për 9, s'vjen shpreje. Fëmija tjerë, vllazni janë gosë. Vllazni kam Kanë qenë më të rritër ata, çfarë mosha kanë qenë kur ka vdekur? Vllai i madh kon i lindën 63, 62, 68 që kom një vlla tjetër rahmetli na ka vdek, edhe më një motër e kema ajo 69, ata në Norvegji, motra vllau i madh në Norvegji, tjetër vlla ka në Suedi. Po ashtu kjo tani që na ka qitë edhe çikën e vllaut vet për vllaut tani kam. Domethënë hallë dhe mesjen të na. Domethënë e keni forcuar të lidhjen familjare. Po pastaj do të thot martesat këtu fillu në martu. Po mirë, kaq mirë. Baba Oka ka ndru jetën me 8 mars 2016, tash i bën 10 vjet. Po s'na ka pengu neve Ingjakor, s'na pengon Ingjakor. Po se raporti do ka vazhdu mirë. Po jeta mirë, unë kom tregu, nusë në kom prizërimet, që këte na kam su Shqipen, ma shumë i kësyra aja se dikosh të nëmën. Mu më knaqët zana kur vi pe i qytetit të hinë shpesha, ja ka qitë kryte pastron ftyre, pastron dhe thajt e krejt. Ingje, deshta më të pytë kur o rretën fëmija, a jënë kom problema? Vallahi, fëmija të mirë s'ka zdiku kose këta. Tash në oti më bo burre, u martun me reja me sen, a vazhdej raporti dashnia njëjtë? Vallahi, mirë jam shumë me ta. E me rejat? Me reja ma mirë zdi qysh me konë. Mirë me djelë, me reja, me të tonë. Kur erdhe në fillim, kur erdhe si qike re këtu, fëmija vogël, tjetër shpi, tjerë njerëz, qysh të dok? Po ty be, unë për fëmi, sa ku mujtë se mu kanë dhimë me hje keqë. Po shë zëti, e fëmi ma të mirë, s'ti qysh janë konë, se këta. Jetën bashkërtore, a ki pas mirë kështu, a ki pas në thët të lumëtër? A ke kalu mirë? A ki kalu mirë? A ke kalu mirë, ba, të na? Mirë, vallahi, mirë. Mirë shumë. Kum këqyrë mirë se mu kanë dhimë të kum doshte më dëjnë bëllë. Po, vallahi. Në hatë kështu, po duket me shëndet mirë. Mirë. 83 vjetë i ka. 83 vjetë. S'ka nevoj për as për mjeka, s'ko që një kokë shtypje se ka. S'na ka bo zëti mi thjas me që këta, elhamdulillah, su bo kemi thjas mas pari për durën të unë. Han pin vetë krejt. Edhe kjo është korban një june. Kjo bo korban për neve. Edhe nipat e fëmija kështu... Nipat krejt nasë, krejt me nipa, me mesa, me... Unë i kam për shamot 3 fëmijën e martë unë, 2 qika e djallën e madhë, i kem babgjysh me 4 nipa e mesa që i kam. Se do një martë unë më shtrej, Qefin e kun feju, do më thonë. Tash të jetën veç me nuse, fëmija sigurisht jenë jashtë apo? Ja, djallën e kam punën në shtyp shkojnë të prind, qiken e kam master dizajnere, edhe punën teatr, është Ilda Fashion, design mode. E një qike kam në Gjermani, djallën të vogëllim që kun feju e kam këtë në punë ashtë. Në një familje bekume, Elhamdulillah. jetë amon si bekem Inshallah. në familje. Na ka shumë ashtë me fitu se vapën e tonë, mu shumë pak. Po në bazë të asaj që shekadzove të atë farë historinë dhe herën e porë dhe tash dhe në thëtë realisht bekem atë madhë mas vdekjes nënës
dhimbët që ka ardhur, a di si thoi Zoti s'ti mbyll këtë dyrë. Jo, s'po ti mbyll këtë. Kështu në cilën është e mesazhi që ju kështë thonë gjithë tjerëve. Unë mesazhi jam është mi u thonë njerëzve se na jem njerëz, na përshohëm me i këshyrë plesht, për rind. Nanat, lëmi ajtë që ka nanën. Nuk du në një gjënë teme në shmu që kam mjek, se unë ma shumë se nanë kam. Po lëmi ajtë që ka nanat, i këshyrë nanat, e nuk i lenë dërë të huj, se neve Allah na ka falë, edhe se bejpja pse, mu ka vdik nanat ashtë me honë të kështitet mushkë, ka me shu, jo, zoti neve na ja pymer, për na qënë se bejpin kënë kush me na këshyrë. Edhe dhe të mja posë rrigën, Allah të mja këthy Inxha shpinën është merë. Jo, po shijet Inxha. Kështu që ato të mirat e sajnë do të thotë, që she tha dhe vetë, se realisht në një mosh t'il, qëfar ke qenë ti ose fëmija vogël e marrë dikush këtë tjetër, familje, mos me pas fëmijët e vetë, kina pas edhe rastet të kundërta. Historia dëshmon që ka ndodhë gjithë shka duke bazuar edhe na për filma, se filmat zakonisht bazohen ngjarje të vërteta, por realitetit e ju ka qenë një bekim i madh për familjen, kështu që unë e uroj që të ketë shëndet plot. Faleminderit shumë. Edhe juve ju përgëzoj shumë për gjithë ta që po bani, se gjithë ata që po na shohin nuk kanë mujt mi po krejt ato çka kemi po ne, por realisht është vetë mrekullia dhe nehati është për çdo lavd. Për punën dhe për gjithë ato që i bën, në thëtë, për Inxhën. Shumë faleminderit. Inxhën e ujtë Zoti inshallah. Gjithë besimtarë musliman e kësha u mujnë në shetë Ramazanit, agjërim të lejtë. Gjithashtu. Allahu i udhëzoft, Allahu rinin i udhëzoft, edhe nanat prind, përgjithësi babe nanë, mos mi harru, po edhe mu bashku. Unë i du bashkimin shumë, unë du musafir shumë i du musafir. Pidon krej, po s'kan met. I ka po dalën, që shka hamajt, një avë mus me talë, dhe gjatë dirë kape një me zoshtë. Hajde me dhe bilet të bjera. Hajde dhe për juve që kini gjithë kohë, kini ardhë, me na vizitu, me ma vizitu Inxhën. Inxhën e kemë dukat, Inxha ka qenë pedant të gjithë që plakë jo, për shijet, pedant të postër, kështu. Zoj, edhe kja këtu një katuni ka posë lupe, kejti ka posë, shumë ka hikë Inxha. Shumë ka hikë me neve, dhe më honë me neve, dhe kur nuk o levë, kur nuk ka honë nëfë. Alarme kena posë, si në puna, si në shkolla Inxhën. Alarme jo nuk o Inxha, që s'na ka hupë, kur gjë. Inxha, faleminderit shumë. E të rëj shëndet plot, shumë knatësi në ambientin familjar, edhe që shjeni të jetu e që shë pom ne, kështu që ju falenderoj shumë për ftesën, atë falenderit shumë për... Falenderit, jenit me se ardhën... Mirë vallaj, fëmijë të knaqë se këta s'ko kërkun. Zoti i rujt ku dhe që janë, bashkë me juve. Kur fjallë pe i tyneve që i duhem dëjnë shumë. Faleminderit pe i tyne. Faleminderit shumë, ne atë falenderoj shumë. Falenderit shumë. Miropafshim. Miropafshim Inxha. Për bo miropafshim para kamera. Halli.